Sigurisht zhvillimet në Washington, zgjedhja e presidentit të ri, procedimi i tij në një formë ndryshe, pra duke e paraqitur Amerikën si një sherif apo kauboj të ri të rendit botror, në një anë e ka gëzuar Athinën sepse e ka kthyer Athinën ose më saktë Greqinë në një vend partner të besueshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke investuar shumë në ushtri, pra në mbrojtje dhe duke përdorur territorin e Greqisë për interesat e vetë të Amerikës. Nga ana tjetër ka një marrëveshje shumë domethënëse të dakurcuar muaj më parë ku disa ministra të kabinetit Trump ishin në Greqi dhe firmosën një marrëveshje duke kthyer Greqinë në një nyjë kryesore të transferimit të gazit dhe të produkteve tjera hidrokarbure për në Evropën juglindore, aq më tepër për në Ukrainë, si dhe pritet sigurisht edhe një marrëveshje tjetër